në komision, pra këtu ku jemi gjithë bashkërisht, që të marrim një vendim paraprak për mënyrën se si ecim përpara për rendin e ditës, dhe më pas, nëse ja dalim me sukses të marrim një vendim për rendin e ditës, të ecim me rendin e ditës dhe eventualisht me ato që përmban rendin e ditës. Të dyja propozimet janë përpara jush, janë të printuara dhe i keni përpara. Unë sërish propozoj që gjëja më e arsyeshme për të bërë në këtë moment është dëgjojmë grupet e ekspertëve, të cilët kanë pasur një kohë për të punuar, kanë pas një detyrë për të punuar. Në informacionin që unë kam, grupet e ekspertëve, si ato të propozuar nga majoranca, si ato të propozuar nga opozita, në fakt kanë bërë një punë të detajuar dhe kanë vlerësuar informacione të dhëna, detaje, kanë qenë prezent me ne në gjithë dëgjesat, dhe mendoj që edhe në respekt punës tyre, po edhe në respekt marrëdhënies që kemi me ekspertët, është shumë e domosdoshme që përpara se sa ne të shkojmë në seancën e datës 23 për të bërë një raport në atë seancë për punë e komisionit, të kemi dëgjuar dhe ekspertët dhe jo vetëm ne, po dhe publiku që na ndjek të ketë mundësi të dëgjojë konkluzionet, analizën ekspertëve si në fushën e kompetencave, si në fushën e financave, ashtu dhe në elementin territorial, i cili gjithashtu është shumë i rëndësishëm për të pas mundësi për të parë si ecim përpara. Kështu që kjo është propozimi im dhe i Joni për çështjen e agjendës. Të vijem dakord për këtë dhe më pas mund të ecim përpara me hapat e tjera. Faleminderit. Nderuar deputet, gjëja më e arsyeshme që duhet bëjmë në këtë mbledhje apo në këto momente është që ta fusim punën e komisionit brenda arsyes dhe logjikës funksionimit të një komisioni i cili ka përcaktuar një agjendë punës tij, ka miratuar një projekt kalendar dhe ka ecur në bazë të këtij projekt kalendari. Dhe patjetër që këto janë etapa apo anekse, siç jemi shprehur në projekt kalendar, që janë të domosdoshme për të respektuar dhe për të zbatuar. Ajo që unë kam kërkuar bashkë me deputetët e opozitës është pikërisht kjo, gjëja më e thjeshtë, të respektojmë vetveten ato vendime që kemi marrë, pasqyruara në një projekt kalendar. Dhe këtu duhet flasim edhe të vërtetën dhe të sinqertën, krahas logjikës dhe arsyes. Nuk janë dy raportime të njëjta, janë dy raportime krejtësisht ndryshme. Ajo që ekspertët tanë kanë dorëzuar pranë komisionit, që ekspertët tuaj nuk e kanë dorëzuar pranë komisionit në emailët e tyre, është një raportim për vlerësimin e reformës së 2014-s, siç ishte përcaktuar dhe në projekt kalendar, dhe duke përcaktuar më pas edhe parimet mbi cilën do bësh edhe puna për të ecur rezultati në raport me reformën e 2026-s. Dhe për ta bërë me dieni dhe para publikut, është shumë e qartë, ky është projekt kalendari. Është shumë i saktë, projekt kalendari i përcaktuar. Nuk mund të djegim etapat e projekt kalendari. Dhe po ju a lexoj etapat, madje zoti Mazniku seancën e kaluar në mbledhje ka mbrojtur veten, ka thënë që unë i kam formuluar, unë i kam përcaktuar dhe unë se kam refuzuar, por që edhe duhet respektojmë atë që kemi shkruar dhe që kemi vendosur. Pika parë ka qenë caktimi i sekretarit, është kryer, caktimi i grupit ekspertëve është kryer dhe pika tretë është analizë paraprake, dokument mbi gjetjet e rat njishit, analiza e sfidave vendore, vlerësimi i kornizës ligjore, parimet e rat dyshit. Mbi bazën e parimeve do niste puna për rat dyshit. Sepse si kanë punuar ekspertët e majorancës pa përcaktuar parimet mbi cilat ndërtohet një ekspertizë, pa vendimet e këtij komisioni. Dhe raundi i parë, konsultime dhe dëgjesa publike në 12 qarqe. Këtu kemi pas një debat përbashkët. Kemi kërkuar raportin e vlerësimit para se të nisim dëgjesat. Jeni mbrojtur, personalisht ju si bashkëkryetar, keni thënë që kjo analizë do bëhet pasi të përfundojnë dëgjesat në qarqe. Dhe ja ku jemi, dëgjesat nuk kanë përfunduar, ka mbetur pa u realizuar Tirana, ka mbetur kryetar bashkish
pa ardhur kryetaria e Tiranës, kryetari i Elbasanit, kryetari i Shkodrës, kryetaria e Vlorës, kryetari i Lezhës, që janë bashki me goxha pesh dhe që kanë pas detyrimin të paraqiteshin në komision. Dhe i Fierit nuk ka ardhur, i Korçës erdhi Ramadan, ka ardhur. Dhe ndërkohë që raundi i dëgjesave, sipas vendimeve të këtij komisioni, do vazhdonte sipas temave. Janë dëgjesa tematike. Dhe këto dëgjesa nuk janë realizuar. Dhe pas dëgjesave tematike, ne do kishim dëgjesat sipas